Harun Rashidi ka qenë një udhëheqës i muslimanëve, është i njohur. Harun Rashidi ka qenë kryetar i shtetit arab. Njësë që ka thëmë, i shtetit, jo i një shtetit, i shtetit. Pse? Se të gjitha tokat arabe që janë sot, që janë bërë lagje, mahalla, si ka tunde, janë, nuk janë shteta ato, i kanë coptu halkit dhe këtini ju konvenon. Të gjithë tokat arabe ka qenë një shtet. Një shtet kanë qenë. Emir, kryetari ati shteti ka qenë Harun Rashidi. Dhe kure ka pa mjegullun, i ka thonë mjegull, lëshohe shijun bereqetin ku të dush, se haraji dhe vijen në arkën e shtetit tim. Nuk ka pas shtet 20 km, andet 30, 100, andet shteti e këto. Shtet, gjithë tokat arabe ka qenë një shtet. Harun Rashidi gjithat pasuri që ka pas, po shumë interesant, se kur i ka ardhë smundje, kur është smu, ka thonë ma bo një varin hazër, ma pregadit një varin. Ja kanë bo, a është gati, gati. Ka thonë ndihmoni, qkoj ta vizitoj varin. Edhe e kanë qu, kur ka shku të varin, ka thonë, ja men la jezilu mulkuhu, irham men kad zale mulkuhu. O, ju drejtu Allahot, o Zot që ti nuk të bjen pushteti as njëherë, më shiroa ata që pushteti ra prej dore. Shkoj. E pa vetën se, subhanallah. E pastaj tha, ma agna anni malije, heleke anni sultanje. Tash tha mo, nuk më bën dobi pasuria, as pushteti. Vjen një moment, për shembull një plak, ka mbeti paralizum, i palëvishëm, me i thonë, ta blejmë një kerë të ri, modeli më i ri prej salonit. Me ja thonë një triut, mashallah, gëzimi madhë, po me ja thonë ati plakut në shtrat. Qka thote? Ju atalni me mua. Qka më vinë mu keri prej salonit? Andaj, shërbetorin e ka pas një shërbetor shumë të menqur. Edhe i thot në hizmet qi, thot mbush ma një gotuj. Edhe aja mbush një gotuj edhe afrojt. Kur afrojt tja jep Amirit, Harun Rashidit, thot Emir, para se ta pish ujën e kam një pyetje. Tha urdhno, si kur të mos kisht ujë tjetër në dynjo, ka mbet vetëm që kjo godë, vetëm që ki bardak. Sa kishe dhonë pre pasunis të ande që ta pish këtë ujë? Ndalet kujtohet i sinqert, subhanallah, s'ka qëtër ujë, u kanë terë më shknin, tha, po nuk ashtë problem be? E kisha dhonë gjysën e pasunis, veç ta pi ujën, kur ta liset. Me erë, tha, e kam edhe një pyetje, ne pi në ujën, dhe kur dëne e te prica dale, që është e fiziologike, që duhet e te prica dale ujë, tha, tu ka ndale ujë dhe s'mund të lirohesh. Subhanallah. Edhe kur pi ujë, duhet me thonë elhamdulillah, edhe kur e nxjerri ujën, elhamdulillah. Subhanallah. Tha, tu ka ndalë ujë, nuk mund të lirohesh, të ka shtërngu i në halë. Sa kishe dhonë prej pasunis të ande me u liru? O kujtu pak, tha, së është problembe, qatë pjesën tjetër, qatë gjysën tjetër e kisha dhonë, vesh të lirohet. Atëherë shërbetori tha, mirë, tha, pije ujën të boft mirë, për tash e mora vesh se pasuria e mirit kushton ka një gotë ujë. Qka që pas ka vlerën? Një gotë ujë, qka që vlej ka gjysa e pasuris shkoj, e foli për ta pi, gjysa për të liru. Që ka që është dunjoja? Subhanallah. Andaj vlezër të dashur, nimetet e Allahu dhul xhelal janë të panumërta, dhe ne duhet për çdo rast, elhamdulillah, me gjithë zemër, me bindje, me dije, se çka jemi të thonë.